Sa I përket dialogut me Serbinë, ju e dini që gjithçka që ka ndodhur mas nënshkrimit të marrëveshjes Brukselit e ka pas formën e sjelljes të qëllimshme destruktive të Serbisë për mi rënu arritjet e bëra në dialog. Edhe Bashkia Ndërkombëtare e ka pas konsideru marrëveshjen e Brukselit si një arritje, si një thyrje e blokadës së deri atëhershme sa I përket ecjes përpara, a kjo për Kosovën, për neve, e ka pas formën e njohjes de facto nga ana e Serbisë. I keni parasysh klauzolat e marrëveshjes, më të rëndësishmet, prej pranimit gjithçka që prodhon Kosova, në kuptimin e jurisdiksionit të saj, dokumenteve, simboleve, pasaportave, elementeve kryesore të shtetësisë. Serbia I pranon, po do të dojtë I pranon të sipas kësaj marrëveshje. Por ju e keni pa, domethënë, lojën e Vučićit. Në momentin që u kthyn Serbi, ja dha goditjen më të madhe kësaj marrëveshje. Dhe pas asaj goditje që ka pas ndodhur, I keni pa të gjitha. Edhe organizimin e sulmit terrorist të Iber Lepencit për shkatrimin e kanalit të ujit dhe për krijimin e kaosit në Republikën e Kosovës, dialogu sot ndodhet në një gjendje kogje të vështirë. Në një gjendje kogje të vështirë për shkak të kësaj që e kam shpjeguar. Qysh kthehet një farlloj atmosfere minimale e mirëbesimit. Nuk po lypi diçka kur gjot jashtëzakonshme, po them minimale e mirëbesimit është që kryerësit e këtij akti terrorist në Banjsk, cilët e vranë Afrim Bunjakun, këta do të me përfundu në burg. E dyta, kryeministri e ka shpjegu, letra e zonjës Brnabe që ishte katastrofike për mirëbesim. Ju shkrujti 27 shteteve anëtare që nuk e njeh integritetin territorial të Kosovës. Unë Sorensenin ndonjëherë e takoj, ndonjëherë nuk e takoj. Domethënë këto bën, në mënyrë të planifikuar nga ana e qeverisë. Kësaj radhe e takoj kryeministri. Mrena kornizës që u negocu për antarësim Këshillin e Evropës, Asociacioni Komunave Serbe nuk është kriter. Nuk është kriter I antarësimit. Mund të jetë në procese tjera, mund të hapim tema tjera, integrimin në Bashkim Evropian, statusi vendit kandidat, këtë jo tjetër pistë. Unë po jo flasë për Këshillin e Evropës në Strasburg. Për Këshillin e Evropës nuk ka pas këndit që është asociacioni, më themelu, asociacioni I komunave serbe. Këto na I ka qitë në shpinë Lajçaku, në mënyrë jo meritore, për mos me thonë të pandershme. Edhe këtë term bë me përdorë, në rastin e tij. Heqet kjo, do të më na ndihmu miqton për mu hiq kjo. Se vetëm një kondit elementare ka qenë atje në Këshillin e Evropës, ka qenë manastiri i Deçanit dhe zgjidhja e këtij procesi. Kjo është kry.